Në 22 vjetorin e tragjedisë së 9 janarit, familjarët e atyre që humbën jetën u mblodhen për të përkujtuar dhe për të kërkuar drejtësinë që sipas tyre ende mungon. Ata thanë se edhe pas më shumë se 2 dekadash, asnjë nga personat përgjegjës nuk është vënë para drejtësisë. Familjarët akuzojnë shtetin se ka mbrojtur fajtorët duke penguar zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe ndëshkimin e autorëve. Fëmia mi u bën viktimat e 9 janarit, më qoj rreziku, nuk e dishëm se në është kjo lloj padrejtësie në këtë vend, edhe unë denoncova këtë krim. Të afërmit e viktimave u shprehen gjithashtu se shpresat i kanë tek prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Familjarët përsëritën apelin publik drejtuar Spakut që të marrë në hetim dosjen e tragjedisë së 9 janarit. Kjo çështje është e pazbardhune, edhe duhet mos zbardhë, sa të kanë ndekë 28 vetë, edhe kanë përgjegjësi përfaqësuesit e shtetit, edhe i banë thirrje, edhe Spakut, edhe këtij prokurorit Riz Jozell, ta marrin këtë çështje, të na zbardhin, mos na lënë se ne kemi bën 20 sa vjet në mjerim. Ne do të kërkojmë çështjen penale edhe herë të hapet dhe do t'i drejtojmë gjitha organeve shtetërore, kryesisht edhe këtij si unë Spak tash i ri. Më 9 janar 2004, 28 persona u mbytën në ujërat e detit Jon. Kryesisht ishin të rinj të qarkut Shkodër, të moshave nga 15 deri në 33 vjeç. 18 burra e 3 gra u gjendën të pajetë mëngjesin e 10 janarit nga një helikopter i NATO-s. 7 rezultojnë të zhdukur edhe pas 22 vjetësh. 11 të tjerët mundën të shpëtonin mes tyre edhe skafistët.